Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është ndalur për një bashkëbisedim me banorë të Belshit, Corrikut dhe Bradasheshit në Elbasan. Tregtarët e vegjël ngritën si shqetësim rënien e fuqisë blerëse, rritjen e çmimit të energjisë deri tek pamundësia për të bler ilaçet, ndërkohë që shumë prej tyre bëjnë me dije se nuk po shesin më me listë pasi po falimentojnë. Kryesi i Listë Blu kërkoi votën për Partinë Demokratike si një mundësi për të ulur taksat. Ka raste 80. Sa e ke pas përpara? Sa të shkon? 20. Dyfishim domethënë. Tër ditën e ditës sot, turp të tregosh, ka gjira. Isha smur, më bënin ilaçet 22.000 lekë, nuk i mora dot. Nuk i mora dot, po e luftoj smundin me popullore. Kemi 25 vjet këtu, si tani nuk ka bëvaki. Nxin listat. Nuk i mbledhim dot. Më japësh një bukë veresia? Po kjo është merr. Vota për Partinë Demokratike unë premtoj do të shkoj për paketën tonë të shpëtimit. Të ulim taksën minimumin më të ulën në Ballkan, të ulim çmimin e energjisë, që ato lekë që i çojnë për faturat e për kamat vonesat, të kenë në xhepin e tyre të vinë të blenë bukë, e të blenë mallat kryesore, të heqim TVSH-n për mallat e shportës, që të paktën t'i paguaj 20% më pak. Fermerët në zonën e Dumres, të cilët merren me kultivimin e duhanit, ngritën si problem kostot e punës në bujqësi dhe emigrimin e banorëve. Kanë ikë gjithë në Gjermani nga ikën ande? Na premtoi me 7.000 lekë kilin e duhanit. Çmimi i duhanit 1.500 lekë, tani ne ku të vëm? Kosta e proceseve është dyfishu thonë? 3 fishu, jo 2 fishu. 4.600.000. Për një muaj. Për një muaj. Tani është bërë, ka vetë 9 milionë sa thënë, plus ka madha çfarë thonë. Çfarë fabrike ke aty? Si fabrikë s'kam, kam një lokal vogël, kur më ka ardha fakturë, mua sa kam hapur atëherë. Basha i kërkoi banorëve që votën e 21 qershorit ta përdorin si një armë kundër së keqes dhe mjerimit.